Aleikum, a është lejuar në namaz, në klapën e sejdë, të lutesh në gjuhën shqipe apo të nënës? Wa alaikum selam, Allah i ka kriju të na gjuhë. Njeri mas afërt e mo, në sejdë është me Allah. Nëse nuk din doa, lutje arabisht, bën edhe shqip. Pranohet, inshallah. Sinqeritet, inshallah, vetëm tjetë. Dhe lidhja direkte me Allah. Fatihan të lezoj shqip bon. Fatihan shqip bon të lezoj. Shqip? Pa. Jo, Fatihan jo. Ai buri mirë, ai Mulla Jakupi dëfton pas ka shku në hash me njonin edhe ai e pyet plak, e pyet të dojë si tom në zezhde se si mësu mundin, haqillëk më plak. Soj ku për mu. Edhe ai që mund në zezhde do të thotë shqip dhe thotë ku për mu. Ku zim thotë Subhana Rabbiyal Ala. Jo, ishte për dua. Ishte pyetja për dua. Subhana Rabbiyal Ala din të bëj, pa mo për dua ishte fjala. Din që nuk ka mundësi me mësu dua. Një plak në Mekë nuk din të asnjë dua. Edhe pejgamberi alayhis salam i tha ja Resulullah, unë nuk di dua. I thotë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ta pranon sinqeritetin në jetën që e lidh. Edhe inshallah ai njëti pastër sinqert. Por normalisht unë pajtona me këto që mos ta lën në asgjë, po të filloj të mësoj duat. A më kuptoni? Amo gjuha shqipe pse ta urrejmë, ne kemi gjuhën tonë, kemi gjuhën tonë.